mandatin e tij 4 vjeçar. Tash nuk mujna mi ikë edhe sojna. Po do me ta kthy përgjigje që na pyete më tëmve që thëna duhet më ndihmu na krejt futbollit, domethënë ti po të fjalën për na futbollistat më ndihmu, domethënë futbollit. Po ne mendoj që futbollistat janë në krye të federatës. Agim Ademi ka qenë futbollist. Muharrem Saiti ka qenë i jashtëzakonshëm për futbollisti. Mos flasim rend tash të organizimit këtu të zinxhir kombëtarëve, ke Afrem Toverlani, e Kisa. Jo, nuk e thash në atë aspektin. Jo. Gjithë na u bashkë edhe aty kem rast aty që kanë futboller shumë i mirë, po nuk është e bë punën që ç'është duhet më bëhet tash jem pak sinqert. Veteranët e futbollit të Kosovës, domethënë secili po. Për trajnerin çapo thon francez ja i kapelën, nuk e diskutohet më apet. Unë me trajnerin s'kam probleme, a flasmi për a ka pas skandale çu 4 vjet sa ka udhëheq Agim Ademi federat. Po përmendit që se jo, po ka pas. Për shembull, arrestimet që kanë qenë është prezumimi i pafajësisë. Po nuk kanë shije mirë për Federatën e Futbollit. Mu të marr ty 24 orë para lojës, ndeshjes me kombëtarës, mu të marr presidenti, mu të lidh. Edhe kanë shumë herë kanë gabuar. Unë po flas në aspekt moral edhe në aspekt është e shëndetshme. Flitet që ka pas dhunë në Federat, ka pas shkarkime të njëanshme, ka pas mos pajtime të shumta, ka pas probleme me ekipet Superligës, ju e dini debatën nëpër studio televizive. Na jem fansa edhe japim opinione. Domthon unë po them, është prezumimi i pafajësisë, nesër më dalë zotnia i pafajshëm. Në rregull, apo kupton? Po au dëmtu proceset, dëmtohet. Nëse po thojmë na, që çto shkresat e ministrisë, mund me dëmtu kombëtarën, me ndiku, ato kanë mujt me ndiku në federat. Kanë mujt me ndiku se nuk është etike ty me dalë presidenti i federatës me dur lidh, pa marr parasysh epilogën përfundimtar. Që po ja lidhi pak krenarit me politikë, sa herë shku Albin Kurti në polici me deklarata me jashtë që ka gjumë me gurë. Unë po flas për kryeministër. Unë po flas për personalisht, si arsim nuk